Përshëndetje Petref, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Ç'mund të thoni diçka për karrierën tuaj? Para medias dhe sot në media dhe vitet që keni në media. Në fakt, zakonisht them që e vetmja gjë që se kam të vështirë është të jap përgjigje, por e vetmja gjë që kam të vështirë është flas për vete. Realisht është e konsumuar pak a shumë se kam thënë në televizion lokale këtu tek të cilat kam punuar. Kam një ecuri pak, në mund ta quajmë dramatike. Në momentin që kam kaluar nga 8 vjeçarja, nga adoleshenca për në shkollë të mesme, fitova për regjizur në liceun e Tiranës. Në pas një muaj gjysmë i mat më heq nga regjizura dhe në moton që zanati t'je buk, më merr dhe më çon për elektricist në Shkodër, në 16 tetor, që ishte ditëlindjet madhit e Neroja. Por në 74, 78 që kam bërë të mesmen. Duke u stresuar nuk rria dot, një vit ishte dhe mendjen e kisha gjithmonë, edhe atje u aktivizova me teatrin. Duke nxjerr justifikime dhe vetë që unë nuk rri dot e tjera, i matë më rregullon dhe më bjen industrial në Beratit. Pra, vitin e parë në Shkodër, 2-3-4 në Berat, nga elektrike në elektromekanike. Do të thënë 74 ne kishim infrastrukturë të mpollshme për elektrike, për mekanike, për qa bën krahasime, qa flete, ishte investimi për përgatitjen e fuqisë punëtore, ishte nga më profesionalet. Nga më profesionalet, as mos e ndërro sot. Sot s'deli një inxhinier si dilte me të mesmen atë. Sepse ne bëjmë dhe diçka që themi, po a ishte sistem natyrisht diktatorial. Po themi nga Fieri në Shkodër, pastaj Berat. Jo, ishte planifikimi. Ishte planifikimi dhe falet që elasticitetit të timeti. Kishte përdor treni në Shkodër? Po më ngacmon prap, kishte vajtur deri në Laç. Jo, ishte bukur kjo. Madje kam ngecur në Laç se nuk kapa dot autobusin për Shkodër njëherë. Te stacioni i trenit të Laçit, disa malsorë ndezën zjarr. Dhe policia na merr dhe ne fëmijët aty që ishin. Fëmijë që më burr klasa 15-16 vjeç. Na merr dhe ne në polici se mos e kishim bërë ne. Pra, ka një dramë të tillë edhe kjo. Po nëse nuk është. Nëse vjetë policia. Po qatë, e thamë se bëm ne, nuk është policia e sotme që duhet të jesh trafikant që të liroj. Jo, ishe i papashëm të lironi. Pastaj mbaroj shkollën e mesme në Berat, në ato momente juri 2 vjet stazh. Domethënë pas shkollës mesme që të vjen shkollë të lartë, pas ere dilte arsimi do me thënë dilte për inxhinieri që prapo rrita që të vetë vendosja, pastaj fus përsëri në Shkodër për gjyqëtërsi, pastaj në fakultetin ekonomik më bon. Këto ishin ca xhepa që u mund të shkisja nga shkolla profesionale. Por njëkohësisht përsëri ëndra e dramës ishte, jam përgatit me piromanin dhe fatoselën, jam bërë dyra me të pas. Po fatosi ka një ndikim se më tha, po sa lek merr ti atje ku punon na? Atëherë në atë kohë 9500 lek. Po si ka marrë unë kur një jetë, e më thajnë fjalë banale, ti se më s'do që... Thash unë bashkollë kë me ti met. Edhe gjithsesi unë ngela në dispečerinë elektrike, tjera. Në grupet amatore kam 12 role, për atë ëndrën time, dhe zakonisht janë si ato dashurit e dështuara që mundohesh t'i harrosh se si harron kur, u investova ndaj letërsisë, di që kam lexuar shumë. Pasandaj erdhën ndryshimet demokratike, kam lexuar shumë, them se kur isha 20 vjeç në bibliotekën e Patosit kam bërë recensionet e shkrimtarëve të mëdhenj, që nga Ismail Kadare, Dritro Agolli, Elena Kadare, shkrimtarë tjerë se mbahesh në emër të bibliotekës një recension, po kështu dhe në tjerë. Pra, pasioni për letërsinë ishte i dukshëm. Ndoshta ishte për shkak të inatit që unë s'vajta ati ku doja, apo diçka tjetër. Erdhën ndryshime demokratike, unë oqa dorë nga i profesion, u betova që s'do ndroj asnjë llamp, dhe sot e kësaj ditë s'di të ndroj asnjë llamp, megjithëse jam me kategorinë 7 më maksimalet, se do mësoja çfarë do bëj. Por edhe kur isha në shkollën Berat, isha antar i lidhjes shkrimtarëve të Beratit, një 10 që s'është ndarë nga letërsia, gjë që se arria kur në degët profesionale, etj. Pastaj
pjesën tjetër ti e di, publiku mund ta di, po ose nuk e di, por u hapën televizionet, në fillim drejtori i BBF-s kur ishte në Fier, pastaj drejtori i Apollonit, ikja prap, vija prap, një 3-4 herë, etj, me mediat e huaja atje. Kjo është karriera ime, pasandaj me shpërtimin e rrjeteve sociale secili formon identitetin e vet profesional. Rebel kam qenë në shkollë, rebel në media, rebel besoj se do vdes. Atë çfarë keni mësuar nga gjithë kjo eksperiencë në media? Eksperiencë në media, shiko, kjo është një temë që na dhëm ne të profesionit, i dhëm gjithë shoqërisë se e paguon. Është pjesë, është pushtet kushtetues. Zakonisht shikoj kolegë që qanë që po shteti s'na lë, këta s'pyesin fare, i bëjnë lajme të gatuara. Asnjëherë nuk të lë. Demokracia është lufta e grupeve të interesit. Ashtu siç funksionojnë planetet, me forcën tërheqëse, secili për vete, ashtu dhe rrihemi sera. Ashtu do të rrinë dhe pushtetet në demokrati. Mjafton të prishet ky ekuilibër të 4 pushteteve, demokracia çeton. Dhe në çfarë bën? Pushteti bën çmos ta eliminojë këtë pushtet të 4. Që heqi fuqinë. Për të hequr fuqinë po, momentet e fundit është ta eliminoj fare. Megjithatë po e pranonin dhe eliminonin fare. Po vazhdojnë një hap më tepër për politika, ta keq përdori. Çdo të thotë ta keq përdori. Ka arritur komunikimi publik i politikës, ka arritur në nivelet më të larta të mundshme. Politika është manipulimi i mendjeve njerëzore. Politika, se zakonisht kur i bëjnë analizën, e dinë sikur është kish, është fe. Jo, shtarti të gënjerit, thotë Jevtushenko. Por çfarë kanë ngjarë kokat e mëdha që kanë ndërtuar sistemin demokratik? Se nuk e kanë bërë pa studiuar, nuk kanë rënë patatin kjo. Atëre kanë ndërtuar pamarrësinë e institucioneve. Ti kapin të 4 pushtetet. Ekzekutivi, i cili si fillim po e themi që ne jemi republikë parlamentare, që do të thotë të gjitha pushtetet rrjedhin nga parlamenti. Ekzekutimi i pushteteve. Të gjitha pushtetet rrjedhin nga parlamenti. Edhe të tjerët, institucionet e tjera deri te nivelit poshtë, deri te qytetari thjesht zbatojnë ato ligje që aprovon parlamenti. Parlamenti është ligjvënës. Të mira apo të këqija? Nuk e paragjykojmë. Po. Ne ka 2 sisteme, kam thënë shpesh. Ka, siç është Zvicra, më e lartë, unë jam i kësaj. Luftoj po. Kundër kujt. Duke vetë ndonjëherë si Kishot, por që ka demokracitë direkte, e ka Zvicra, e cila për shumë me 50.000 firma mund si përmarrësh populli një ligj e me 100.000 firma etj. Pasandaj pa referendume qendrore dhe referendume lokale nuk mund bën investime strategjike etj. Kjo është demokracia direkte dhe për mua vjen anës kot ata që kanë me gjithmonë dëshirë apo qëllim për ta bërë dhe këtë duhet ta kërkoj populli. Kur bëjnë takim për ligjin elektoral, të shkuptim ka ta bëjnë partitë. Ata të na mësojnë ne si votojmë. Votojmë ne. Sipas mendimit vonë. Jo, të lutem, votojmë ne dhe ne imponojmë ligjin elektoral, s'është për ne. Ata kanë për detyrë të marrin produktin ton dhe ta menaxhojnë atë besimin ton. Tani, nëse do ishte demokraci direkte, pra do kishim referendumet që është thelb. Që sa politikanët ndjen në krizë të tipit Ilir Meta thotë, ne do ndërtojmë referendumet. Kur bien dakord me njëjtet, bien referendumet. Sa asnjëri s'do që të ketë kontroll nga populli. Por ne kemi një demokraci të deleguar, të përfaqësimit, e quajmë ne, dhe në kupolën, tham, gjitha pushtetet rrjedhin nga parlamenti, ne na përfaqësojnë deputetët. I do me emër. Jo, në qofse do t'i bëjmë qeverinë, po. Në qofse do t'i bëjmë një thyrje për humor, themi ca emra deputetës dhe t'i kënaqesh. Po dhe populli kënaqet. Edhe jo, desha të tërheq vëmendje popullit që nuk është kaq e thjeshtë ajo vota që hedh. Shikoj. E kupton apo s'e kupton? Po ne për këtë punë jemi, që t'ja shpjegojmë ta kuptoj, sepse e kishim pasaj te media. Po themi pushtetet me që thet ta kuptojmë.
po themi të pushtetet. Pushteti ligjvënës është parlamenti, ekzekutivi është qeveria që del po nga parlamenti, gjyqësori po del nga parlamenti. Gjyqësori i vend 3 dhe media që nuk del nga parlamenti, por zbaton një ligj të aprovuar nga parlamenti. Që ne s'kemi ligj për median, tani morën gëximin ta bëjmë. Edhe kjo, ne po të na rrifni rrugës, ishte si çdo qytetar që rrifet për pulën e komshisë, ne gazetarë. Sepse atëherë çfarë ka? Politika e kam thënë, ndoshta e tham dhe në kafe, po e kam thënë dhe shumë të tjerëve, po audienca jote ndoshta është ndryshe dhe s'kalojmë përsëritje. Po zëm boshtin e së vërtetës. Në rreth boshtit së vërtetës është orbita e politikanëve. Ata bëjnë çmos si shmangen të vërtetës. Se kanë inflacion premtimesh. Kanë inflacion premtimesh. Jo, nuk është magneta të rreqi, po do vianës. Edhe ata duan të shmangen këtij boshti, ta sej. Fillojnë kanë inflacion premtimesh, po të vëshëre premtimet elektorale nuk zbatojnë as 2%. Dhe realisht nuk bën që ti të vesh se injektojnë vetë zhgënjimin në popull. Po duke mos pat fuqi populli që t'ja ndërpresi mandatin ton, varja për 4 vjet e gjihen prapë. Ja. Pas politikës vjen media. Pas medias vjen populli. Në qoftë se politikani i shmanget të vërtetës, përplaset me median. Dhe në qoftë se politikani do të ka përcej të gënjej popullin që është këtu, media nuk e lë se thot po gënjen. Prandaj ne flasim me perceptim, nuk flasim me fakt. Se ka dhe një spekulim tjetër. Ke faktet i shkon në gjykat. Por ne nuk jemi spion. Jo, ne jemi opinion bërës. Faktet i kërkojnë gjykata. Ne e perceptojmë, po nuk e shohim. Kur gjim, e perceptojmë. Ne e dim që një rrugë si kjo është bërë x lek, ne kemi drejt të kërkojmë transparencën e kësaj, ne mund të marrim ekspertët të cilët hedhin dyshime. Dyshimet e ekspertëve japin publikut. Dhe publiku i dënon pasandaj me votë. Pra ne flasim me perceptim. Ne nuk zvendçojmë gjykat, ne nuk zvendçojmë prokurori, ne nuk zvendçojmë hetim. Jo, po zakonisht gazetarët servila, kur duan të mbrojnë, ata që hanë, jo, nëse ke ndonjë gjeti, kjo është kështu shoqatë e qenëve që lejnë sipas kockës si marrin. Po shpjegojmë rolin e medias. Roli shumë i rëndësishëm i medias. Por çfarë ka ngjarë në dekadën e fundit? Kryeministri që vjen nga media, vjen nga një karrierë brillante e publicistikës, po siç duket e di peshën e publicistikës, e di peshën e gazetarëve, dhe ka bërë një strategji në karrierën e tij politike, në platformën. Unë kam thënë që në 100 ca vjet shtet, i vetmi njeri që ka pat një platformë politike është Edi Rama. E ka pat të mirë, vrastare. Jo po e them vrastare, më vrastare nuk ka ngjarë në histori. E kupton? Jo më ka mendime dhe kur të doj Rama e ja punë edhe ata që mbajnë nisën Ramës, më vrastare s'ka një 600 vjetë. Por e ka të studiuar, do të respektuar për ligësinë e studiuar. Çfarë bëri? Nuk bëri ndonjë ligj Rama që tiki media. Po bëri media. Erë të televizion. Edhe televizion si është, Era TV, Edi Rama televizion. Nuk i mjaftoi kjo, pam në një podcast, dhe çfarë tha? Bëri lajmet parafabrikat. Bleu mediat kryesore, se ata nuk i hante dot, ishin mediat e oligarkëve, i imponoi ata duke i bërë investitor strategjik në për Bregdet dhe duke i marrë tokën popullit, edhe çfarë bën? I injekton në emër të medias, llapaqen të PS-s, llapaqen të PD-s. Kjo lloj narrative. Vemi te boshti, politika, media, populli. Media i shërben politikës duke mirëgulluar popullin, që e ka për detyrë ta qartësoj popullin. Prandaj, në të gjithë këtë boshti, politika, media dhe kjo, akti më kriminal është i medias. Bashkësia e medias është kriminale. Ne, kolegët tanë në tavolina, në studio mund të thonë, po nuk është kollajmë, kemi edhe në familje, kemi edhe në këshurira, kemi motra, vlezër, ashtu si që janë penalizuar dhe unë, në rastin e Lubi Ballukut. Por, është kosto. Edhe ushtari e di që vritet, po edhe ushtari. Edhe gazetari. është mision. Nuk është vetëm profesion, është mision.
Është më mirë mos ta bësh fare të ikësh, se sa të veshësh vendin dhe ta bësh keq e ti shërbesh të kundërt. Pra, në qoftë se demokracia shqiptare ka arritur në këtë feregje, komuniteti jonë është në përqindje më të madhe fajtor, më shumë se politika. Kështu që jam munduar ta bëj ndryshe, publiku le ta gjykoj, kam paguar kosto me vetdije, nuk kërkoj nderime. Nderimi më i madh është kur të ndjekin. Nderimi i madh kur ke artin e komunikimit dhe të kuptojnë. Nëse gazetari thot populli s'më kupton, ai nuk ka bërë gazetari. Se ne kemi për detyrë se është arti komunikimit. Të komunikojmë edhe me atë votuesin të parsimuar. Se ai arsimuri s'ka nevojë të ndikin ndonjëherë. Orientohet vetë. Ai orientohet vetë me këtë. Çfarë ka ngjarë tani? Në këtë shpërthim të rrjeteve sociale, të mjeteve të larta të komunikimit, janë të mirat e të këqijat e veta. Që do të thotë, janë bërë të reporter. Roli i reporterit ka rënë, s'ke çfarë raporton. Kronikën e zezë bëri karambol një makinë, ai makinën se filmoi hodhin rrjetet sociale. Media ka vajt një papagall tani që e merr nga rrjetet sociale dhe ja e po atyre që kanë hedhur. Atëre forca është e panelet, ndërtimi, analiza. Profesionistët duhet ta bëjnë analizën e fenomenit. Dhe ka një keq kuptim, që s'mund ta quaj keq kuptim, po një spekulim spektakolar. Kur thon opinionist, analist, që opinion? Të del njëri, të thema më emra, dava idiotës, që i shidhen për të ditur popullit, jo, të thotë, po t'i kap me emra, në Çandi Bushali Vangjeli, thotë, nuk jam ekonomistur, po me çfarë do që bërë një analizë ekonomike? Atëre, media, gazetari nuk ka monopolin e të vërtetës. Gazetari provokon debat. Gazetari në qoftë se flitet një temë ekonomike, merr eksperti më të mirë të ekonomisë për ta sqaruar popullin. Në qoftë se flitet juridike, të ngrihet të thotë pa pikën e turpit, me emrat i them njerëzit më të përshtirë të mundshëm. Tani më nuk jam jurist, po kjo më duket mua se ky ja fut me të duket i flitet popullit. Sipas mendimit tim mund thuash, në bazë të ligjit, në kuptim të ligjit ka shumë shprehje në anën juridike. Po nuk din as ligj, nuk e marr jo, po ta thon troç që thotë, unë nuk jam jurist atë. Me fjalë un kam të drejtë t'ia fus kot. Kur dënua tha. Në kuptim të ligjit unë jam i pafajshëm, po ja kishin treguar me fakt. Jo, e kam të drejtim se, shikosh ai thotë, unë nuk jam jurist, po unë kam të drejtën ta helmoj atë tjetrin që s'ka bërë as 7 vjeçare. Kur si jurist? Pra, media duhet të ketë ca standarde. Ligji i medias duhet i parashikojë dhe këto. Nuk ke të drejtë të çoroditësh popullin. Kjo, natyrisht, vlerësohet nëpërmjet audiencës. Çfarë do të bëjë audienca? Do shohë shumë audiencë, do punojë nëpërmjet reklamave, po dhe reklamat i drejton shteti. As janë ndjen fare se klani Topi apo Vizion Plusi ka audiencë. Oligarkët i çojnë reklamat atje ku i duhet trokasin Ramës. Atëre, si do konkurosh tjetë? Pra, të bësh gazetarinë e vërtet, është një kosto deri në vetë mohim. Jo vetëm nga frika fizike që nuk mungon, ekonomike. Jemi vend i vogël. Ne kemi një sistemin më të madh të patronazhistëve, po ja dhe janë. Ja dhe nuk janë. Ne jemi vend i vogël. Sa rebel do gjeneroj shoqëri e fjerë? Po, në përqindje. 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum, s'kam ngjarë kur, unë s'kam pat një 4 me vete në njerë. Kështu që 5, këta 5, o i kompromenton, o i frikson, o i eliminon. Po, më s'ka bit fare. O edhe i eliminon. Aksident pa dashje. Pra, si mund të funksionoj media? Si mund të funksionoj fjala e lirë? Nëse Enver Hoxha e kishte agitacion propagandë me ligj, këta të marrin jetën pa ligj. Unë kam jetuar të 2 sistemet, e them me përgjegjësi më të madhe publike. Ajo diktaturë ja ka zilin kësaj sot. Sepse kjo është diktatura e ambërsuar. Enver Hoxha të thoshte mos e kalo vinë e kuqe se ti prek këmbët. Rama të thotë gjithë ditën kaloj vinë e kuqe, por në mëngjes je pa këmbë. Kjo është sot. Dhe për të vënë fund kësaj teme, është përgjegjësia jashtëzakonshme e gazetarisë, se sot mund të përkëdhelen me mira euro, nëse do jem vetë viktime kësaj që ka ndërtuar, të jem sigurt,
Kjo është faj i shoqërisë, që natyrisht tash përgjegjësinë e parë kemi ne, që duhet ta ndërgjegjësojmë shoqërinë, se demokracia sistemi shumë më i rëndësishëm se të ardhurat tona, faj politikës, që është ndërtuar një shkollë politike që mjafton t'i buzëqeshësh liderit dhe t'i bësh politikan. Dhe ka ngjarë. Sa më idiot jesh në kulturë edhe më elastik në servilizëm, ke një karrierë më të suksesshme në tonjza. Por mendoj se ka ardhur në pikun e fundit dhe tani jemi në një reagim, e ndjej që është një reagim shumë i madh, popullor, sepse edhe oligarkët tremben nga një diktaturë demokratike. Se të fundit do jenë ata viktima, ata që e kanë ndihmuar. Atëherë, sa i duhet njeriu, sa kohë që të dalë nga padituria? Varet nga njeriu, dia nuk është tollon mishi. Dia është, shiko, mos përsërisim, po bëjmë mirë të përsërisim se dhe respektojmë disa thënie që sa më shumë të mësosh, nuk bën gjë tjetër se zbulon padijet e tua. Pra sa më shumë të dish, aq më i paditur ndihesh. Kështu që përderisa sa më shumë mëson, më shumë një padijet e tua, do të thotë që është në infinit. Etja për dije është në infinit. Ne në udhëtimin e jetës tonë nuk bëjmë gjë tjetër veç se zbulojmë kush jemi ne dhe rrisim vetveten. Asnjë. Duket sikur ne merremi me tjerët, por ne edhe kur nxehemi me tjerët, shkarkojmë tonat, ne edhe kur dashurojmë të tjerët, lumturojmë vetveten, njeriu është qenë egoist, pa diskutim. Është. Jo, bën mirë. Po, se nuk ecën përpara. Do ta njohim në specie njerëzore, jo ta njohim nëpërmjet propagandës, por nëpërmjet asaj që është. Ka lidhje politika me krimin? Nuk jeton dot pa njërin tjetër. Në të gjithë botën. Më kenë atë dhe unë kam kapur këtë temë. E provokoj her pas here si reagon populli. Duke referuar atit shkrimtarit italian kur tha që politika mund të jetë bashkë me krimin apo e lufton krimin. Dhe thash ne kemi nga këto të dyja apo e kemi të dyja bashkë. Dhe unë jam me këtë të tretën, ne kemi të dyja bashkë. Politika ka ndërtuar krimin, se rriti atë. Politika krimi imponohet politikës. Dhe pastaj kemi në marrëdhëniet janë të dyja bashkë. Edhe sulmojnë, edhe sulmohen. Në historinë e politikës, në mund të them dhe nga Hitleri, nga Stalini, nga gjithë të tjerët, ata që kanë prur në pushtet, ata e kanë rrëzuar. Për shembull Stalini erdhi nga është shumë e lashtë, po e bjem dhe në këto. Stalini erdhi nga burokracia dhe deshte të ndëshkonte burokracinë me komunizmin. Dhe ishte politikani në lindjen e mesme në Europën lindore më jetë gjati. Hitleri erdhi nga oligarkët, trusi lulelakrës. E them si simbolik, po se pruri vetëm ajo. Ata tentuan të bënin atentat. Hitleri i zbuloi dhe i eliminoi. Pra, çfarë do të them me këtë për ta pruar në aktualitetin shqiptar? Shiko, Rama nuk ka shpikur. Rama ka kultivuar. Si ka marrë gati? Ja, ta shpjegoj një çik. Në vitet 92-96, Berisha mendonte se do rrinte tërë jetën në pushtet dhe stimuloi aleancën me krimin. Sot se mendoni? Ta bëj që analizën që t'i vej publikut më qartë. Pra, Berisha lidhi e kontrollonte krimin, rrinte lart dhe kontrollonte se ishte i vogël. E kupton? Shkatërroi gjithë këto fabrika tëra që mendon një analizë veçantë, shitën ekurin andej morën miliarda euro dhe pasandaj toket zamun. Godinet zamun, ti e di, më i forti u bë pronari, etj. E ndërtoi. Që në moshë të re hyri Ilir Meta në politikë. Ilir Meta nga politika në PS u bë kryeminist, pra të tjerët formuan parti që të fitonin lek. Ilir Meta mori lek dhe formoi parti, prandaj mbijetoi. Për çfarë bëri? Këta aleancë që kishte Berisha me krimin,
Ilir Meta e mori dhe fuqizoi dhe më shumë. Dhe u bë treti politikës. Aleanca e pushtetit me krimin. Edhe ai ishte ekuilibri i mazhorancave të formuara. Nuk po devijojmë gjë. Vati deri në 19-20 deputet. Nuk është për një parti të re, asnjë se ka bërë deri më sot. Rama i studioi këto. Rama është djalë i lexuar, gjithmonë t'i thonë budallat, prandaj tash erdhi me platformë shumë të qartë. Ai e kuptoi ku e kishin forcën këta. Ja u mori forcën dhe ktheu e ngriti në sistem. I mori krimin, 19 dekriminalizimi, nxori deputetët. I bëri deputet. Ja u mori burimin e energjisë. Është njësoj si ke ndërtuar një 5 hidrocentrale dhe ti marrë ujin. E la vetëm turbinat. Dhe ata po e shikonin që turbinat e tyre të krimit nuk po punonin me. Prandaj e shihet gjatë. Pra, këta ndërtuan krimin, Rama e ngriti në sistem krimin. Po arrin, ata ta zgjasin pushtetin, po ata edhe ta kërcënojnë pushtetin. Sepse ata e din investimin e tyre, ata të fuqizojnë ty, po fuqizojnë edhe vetë. Dhe të mbash këtë ekuilibër, që forca e krimit me forcën e politikës, është arti vështirë. Tani, nëse një politikan deklaron pasurinë e vetë, ai është i kontrolluar. Se ka këtë rrogë tjera, si sistemin e tani ndiq paran. Sepse vjen një moment që formohen ca gjykata speciale, që nuk janë demokraci, nuk janë drejtësi, po paguhen ca mëkate me to. Se ato janë speciale, të bëra në rast të emergjence. Do me thënë, ke simuluar krimin, ke rritur informalitetin ekonomik, sepse po të vëshre, krimi ka ndërtuar Shqipërinë. Por është analizë tjetër ekonomike. Ky krim ka frenuar konkurrencën, zhvillimi normal të ekonomisë. Pra, duhet intervistë me një 30 puntata për ta shpjeguar këtë. Kështu që tani vjen një moment që ndërtohet nga të huajt një institucion juridik. Pra, një nga pushtetet. Reforma në drejtësi dhe të e kemi bërë ne, një nga pushtetet e kam financuar ata. Po duke marrë atë pushtet, unë kam quajtur kur u bë reforma në drejtësi, pushtimi përfundimtar i Shqipërisë. Pse? E financojnë të huajt, dhe i huaj me anë të gjykatave speciale, donon atë politikanë që nuk firmon sa koncesione për ta. Ky është kapitullim. Dhe unë kam quajtur pushtimi përfundimtar i Shqipërisë. Sepse pushtimet e sotme janë me forcën e dollarit, janë me koncesionet, janë me teori ekonomike, nuk janë me teori të tilla, vetëm me një histori 5.000 vjeçare të Persisë, të Iranit Persis, mund t'ja imponosh dot vetëm me armë, se kështu nuk është, por ne vendet e vogla jemi shumë të përpunueshëm. Atëherë çfarë janë? Nëse politikën e sulmon, kjo, po kush ja ka prekur interesa fuqive të mëdha që financuan reformën në drejtësi? Kush ka prekur politika? Barka se ke Rama. Bile që nga politikanë që mund të gjvishet nudo në të 10 sekundës, në qoftë se i duhet në një shërbim për jashtë. Barka se ke Berishën. Kjo nuk e barka se në këta. Por, ata nuk i prish punë kokëforcia e politikanëve. Ata i përdorin si të duan këto. Atyre i prish punë krimi. Jo krimi për Shqipërinë, po krimi që gjente alibi në Shqipëri, sepse pastron të parat, ligjëron të parat, dhe çdo të thotë ligjërimi paras. Kur i ligjëron paras, ti mund të qarkull nëpërmjet bankave, po nga banka ti mund të bësh financime, investime në Amerikë, nga banka ti bën investime në Bashkimin Evropian. Pra, ti ndërton një kupol trafiku, vjen në Shqipëri, kupol. Modeli dieti, ja kemi marrë aty në shkollave, ne? Dhe ata të dënojnë atje, ti vjen strohes. Sa ka që i shohim që pinë kafe në lagje ne dhe janë në kërkim ndërkombëtar. Pra, Shqipëria u bën një çerë dhe krimi, ku prekte interesa ndërkombëtarëve. Pra, si përfundim mund të them, unë nuk jam nga ata optimistët se Shqipëria tani u çlirua se u formua spaku. Jo, po them, me që i ka rënë rruga për vete, mbase në lirojnë dhe ne prangat si. Vetëm kaqës. Po këto gjykata speciale nuk bjen as drejtësi, dhe aq më pak gjykatat mund bjen demokraci. Demokracinë ndërton populli dhe kjo është një temë shumë e gjerë. Duhet çelim prapë pandall. Ato trëndafilat kur do presim. Te pasat. Megjithatë të uritem një gjë, ti do mbash mend se megjithëse studion këtu është para intervistës që unë e bëj natyrë. Në bacën time. Është me
Zhurmë të natyrës, ambienti shumë. Po këndojnë zojtë. Pranverore. Po, parqet mungojnë në Shqipëri, kështu që unë kam këtë luks. Ky është një park brenda qytetit. Modest i vogël jo, po ka. Mirë që e the se më thonë çapshati jeton kur jap lulet. Te fasadës. Këtu nuk kemi fasadë në fakt. Këtu ku jemi nuk kemi fasadë. Kemi një garth aty edhe ca lule. Nuk e Shiko. Jo, kam folur se ka vite që është hapur, po ka vite që është mbyllur në një vit dy. Por nostalgjia e adoleshencës është e rinisë. Si jam mbaj mend autorin, ka qenë një libër te fasadës. Archibald Kron. Nuk më kujtohet. Po, di që kam lexuar në shkollë të mesme, te fasadës. Po, shiko, ne sot flasim për fasada, se çfarë është kultura. Po të vështirë edhe studentët janë, vështirësi kanë termin e shkencës që mësojnë. Edhe, po nuk ka rëndësi ajo punë. Dhe mua më ka ngel fiksim në gjithë karrierën time televizive, kam dash gjithmonë, sepse edhe vetë në prirjet e mia ta shikoj për te ase që duket dhe thuhet. Kështu lexohet politika. Edhe në spotin tim është pavarësisht se nuk e vënë re me titra, kur futet e vërteta ndodhet për te ase që thuhet dhe për te ase që thuhet dhe kuptohet. Nuk e di pse miku nga mendja. Edhe domethënë te fasadës, domethënë te ase që thuhet dhe pranohet. Kështu që nga që kisha prirjen ta shikoja drejt asaj, nga që them se pata një formim kulturor që politika është mask. Dhe ne kemi detyrë ta çerim këtë mask, atëherë maska është fasadë. Dhe ne gjithmonë do ta shohim për te asaj që thuhet dhe bëhet. Dhe prandaj vura te fasadës dhe them se i kam qendruar korrekt në tërë tematikat e mia. A ka çmim njeriu? Çmim në blerje, në shitje, çmim në kosto. Në kosto, për shembull, nëse marrim Petrefin, që nga lindë deri sot, ka një çmim të caktuar. Sa ka shpenzuar shoqëria, sa mund të vëmë çmimin, nëse një tokë shitet blihet, një objekt shitet blihet, njeriu ka një çmim. Shiko, me sik pyetje që zgjerohet shumë. Në shkencën e ekonomisë njeriu është produkt. Shitet dhe blihet. Pra, ne madje në bilancin tregtar, që është diferenca ndërmjet eksportit dhe importit, ne malli që kemi eksportuar më shumë është njeriu. Pas 90-s. Po natyrisht. Pas 90-s atëra. Malli që ka bler, që na ka bler gjithë perëndimi, është njeriu. Po si kemi marrë ne vlerën e këtij malli? Nëpërmjet remitacës. Nëpërmjet prurjeve të atyre. Dhe realisht ato e mbajtën gjallë ekonominë në vitet 90 dhe je gati 1/5 e 1/6 e buxhetit të shtetit me $1 miliard. Gjithë sa është sot se ka qenë 4, 5, 6. 8 miliardësh 2006. Sa? 8.7. Vati 8.7. Po, okej, po themi 1/8. 1/8 e mban ky produkt i shitur. Mund të jetë më shumë. Mund të jetë më shumë. Jo, 1 miliard, zyrtarisht kështu është. Që se ma do të kur zyrtarisht. Sa të bje ty vllai, motra tua. Po, nejse. E bukura është se këta nga njerë janë ajtë të trash, sa e shesin diçka për sukses, po thellë tregojnë dobësi. Madje besoj ke lexuar një shkrim që ky duket se ku për gol, po të gjitha ka autogol. Deklaratat e tjera. Pra, në qoftë se emigrantët bjen $1 miliard, do të thotë se të afërmit e tyre i mungojnë $1 miliard. Në kushtet për të jetuar, se për të jetuar i marrin, nuk ja çojnë për luks. Pra, kështu që është një autogol i fuqishëm ky lloj bilanci. Qytetari kupton forcën e tij, vlerën e tij. S'tua të bëj krahasime që bën populli çik si banale ta dinë gomari forcën e vet, as do pranonte ta ngarkonte njeriu me dru. Nuk e kam e tash shpëtoj. Ja, sepse ne e përdorim si simbolik negative dhe s'do ta themi pjesës që ne bëjmë pjesë vetë në atë popull. Shiko, nëse popujt në përgjithësi do kuptonin politikën,
nuk do kishte me politikë. Si ka thënë ai? Feja lindi tha, nuk do të fyet atë besimtarët. Feja lindi tha, kur mashtruesi i parë takoi idiotin e parë. Edhe politika nga e ka lind. Pra, nëse populli arrin ta kuptoj që politika nuk është fe, që unë ta besoj si fe, nuk them sa ndershme është feja, po politika nuk është fe. Politika është ofertë kërkesë. Politika është arti mashtrimit, thot Jevtushenko, një nga disidentë mëdhenj në Rus. Pra, sa më i kulturuar të jetë një popull, sa më i emancipuar të jetë një popull, aq më pak do gënjehet dhe aq më i përgjegjshme do jetë politika. Pra, mendimi që ne jemi popull që nuk kemi politikan të aftë, jo more kemi shumë të aftë. Ne nuk kemi popull të emancipuar. Ne jemi akoma turm. Ne nuk kemi as 10-20% popull qytetar. Turma nga qytetari dallon nga vetdia. Jo qytetar baron fshatën qytet, se këta kemi nocion të gabuar. Një thënie franceze thotë, të jetosh në një komunitet që është thjesht banor, të reagosh për të drejtat e tua që është qytetar. Media ka për detyrë turmën ta kthejë në qytetar, sepse demokracia është diktaturë e shumicës. Unë jam i detyruar të jetoj në diktaturën atij që s'kupton. Dhe unë kam zënë misionin ta bëj atë që të kuptoj, që të jetoj dhe unë më mirë. Këtë lloj marrëdhënie ka demokracia. Nuk e ka me të qarë në për ekrane. E kam thënë dhe në intervista të tjera. Ne as nuk lodhem, as nuk do lodhem sa të jem gjallë, që unë e kam detyrë t'i bind ata, jo se unë jam i mençur, kur them unë, profesioni që përfaqësoj unë e të tjerët. Ne duhet ta kuptojmë ne si kolegë, duhet ta kuptojmë dhe elitat, duhet ta kuptojmë dhe intelektualët, sepse ata nuk e kanë zgjidhjen duke u qartë që është ky popull, që është ky vend. Ata e kanë zgjidhjen dhe e kanë detyrën se populli ka investuar nëpërmjet taksave tek ata, tek mua, tek shkollat e larta. E kanë për detyrë ta bindin popullin. E kanë për detyrë ta udhëheqin, ta civilizojnë popullin. Se në qoftë se janë në rolin e tyre, intelektualët. Që është kjo për të diskutuar fjala intelektual. Në bazë të shkallëve të arsimit, vetdia qytetare rritet, politika na e ka frikën shumë. Demokracia ta jep të armë. Por ne nuk e shfrytëzojmë dot, sepse ne nuk e kemi kuptuar çfarë është ajo. Sepse ka një paradoks Shqipëria, shqiptarët. Shqiptarët kërkuan të jetojnë në demokraci dhe pretendimet i kanë si në diktaturë. Pra, donë të jetojnë të lirë dhe ofiqet i kërkojnë nga shteti. Jo, demokracia është luftë e konkurrencë. Është vetë pozicionim. Shteti garanton ekuilibret, konkurrencën e tjera tjera. Por, po ta kuptojnë, se shiko çfarë paradoksi del. Kapeti minimale. Minimalja më të mërshme minimale. Është që partia e majnë, partia e djathtë. Është një të merë vërtet. Kush ka mbaruar fakultetin ekonomik të paktën, po dhe gazetarin. Kush? Orë të thotë sa e Mirmania, unë jam i majnë. Të thotë Koço Kokdhima, unë jam i majnë. Orë nuk ka oligark që thotë jam i majnë. Orë pa i varfër ku është ai? Na e duhet i djathtë. Ana tjetër është që e majnta e djathtë është ndarë me ne që në luftën e dytë botërore. Ai që ka qenë me partizanët quhet i majnë, ai që ka qenë me ballin quhet i djathtë. Tani çfarë ka ngjarë? Ai që ka qenë me partizanët u maj mja 50 vjet. Ja mori dhe pronën këtij që ishte me ballin, ka ndërtuar hotele dhe ai thotë jam i majnë. Ky thotë ja i djathtë dhe tokën e tij s'ka. Ky është më i majnë se i majnti. Pra, e kupton 35 vjet, ne nuk kemi dhënë konceptet ideologjike të partive që spekulojnë në mënyrë më kriminale të mundshme, që janë të dyja partitë pjellë një partie, të dy liderit i shërbejnë një komisionit të caktuar anti-shqiptar, to i kam thënë, po ta them edhe tek ty. Tani, sepse ata e bëjnë se gënjehemi ne, gënjehet shumica. Edhe tani, si ka mundësi 35 vjet, këto shkolla, se bëjnë dhe sociologji këto. Filozofi. Bëjnë sociologji duke folur për institucionet. Flasin dhe institucionet. Pavarësisht se janë indiferencënësit, pa ajo që thashun që jemi republikë parlamentare, varën të tëre, bëjnë që në shkollë mesme. E se kam pyetur mësues sociologjisë. Pra, si ka mundësi
këta qytetarët, dhe të arsimorë me shko të lartë, të vinë në kafenet të thonë jemi intelektual, sepse kam bët para 10 vjetës një shkrim që ishte gazeta ime, edhe kisha shkruajtur çështë e majta dhe e djata, dhe u mendova se më provokuan sa ish mësues gjimnazit, shumë të vjetër, dhe më ulën kafe dhe më thanë, orë që janë keisianistët e neoklasikët? Mendova se po më provokonin, sinqerisht, po në fakt nuk e dinin. Nuk e dinin. Tani nuk e dinin këta maja që mbashin. Orë, çfarë kuptojnë, çfarë shpjegojnë? Orë, shkollat tona pse kërkojnë të bëjnë shkencëtar? Ja kanë bërë nderin këtë kombi të bëjnë qytetar civil. Shkollat nuk po nxjerrin dot qytetar civil. Ne kemi një shkollë muzike dhe ti ke qenë je i kësaj linje. Orë, mos na nxirrni artista, por na nxirrni publik të kulturuar. Është vështirë. Është investim i madh. Po ç'a bëni atëherë? Atëherë çfarë bëjnë familjarët? Thonë, do ta çoj, do ta çoj thot në kurs anglisht, në kurs kimie, matematike, fizike, të tërë ndërrojnë që fëmijët e tyre do bëhen shkencëtar. Po jo mor jo. Të lexojnë ca libra të bëjnë që është tjetër gjë. Jo, se kisha vetëm të art. E kisha te kjo pjesa sociologjike. Por e bëj qytetar të dej. Nëse arsimi ynë do ndërtonte atë njeriu e ri jote në Europë, tani qytetar të denj, politika nuk do bënte këtë cirk që i bën popullit. Tash shkurtimisht, për buxhetin e shtetit, 1/3 shkon në partneritet publik-privat. 1/3 i shpërndahet 2.4 milion shqiptarëve. Si shpërndahet 2.4? Po i shpërndahet nëpërmjet institucioneve, rroga, paga, investime. Po jo shef, ashtu e bën qefin atë kur i thua shqiptarë, thua se i ka arritur asistencë sociale. Po, 1/3 është borxh publik. E kishe fjalën që ajo 2/3 janë shpenzimet administrative që ka shteti. Të domosdoshme të bëhen detyrime më. Po që se do flisnim në terma kështu janë shpenzimet qeveritare, quhen ato që hidhen në infrastrukturë në këto, në zhvillimet. 6 miliard euro janë borxh publik dhe partneritet privat-publik. 3 me 3 miliard. Ndërsa hap një temë profesionale, këto PPP-t e famshme të Ramës para 110 vjet kanë dështuar në Angli. Edhe për çudi, po me qëllim nga më kriminale të mundshëm, ai që ja ka rekomanduar është ish kryeministri me 3 mandate në Britaninë e Madhe, Tony Blair. Për çfarë bëhet kjo? Përveç se elementeve korruptive. Qeveria shqiptare deri në kohën që ishte PD ishte 62% dhe bësh njëra në parlament përse kaloni pragun. Se ishte e vjet me ligj në parlament pragu i borxhit jashtëm. Çfarë bëri ky elastiku, ky akrobati që gënjen dhe zojt, po jo këta që këndojnë këtu tek unë? Ai çfarë bëri? E injektoi psikologjikisht në popull që ai nuk po e kalon pragun, por rriti pragun. E bëri 8%. Po një palaco politike që di shumë mirë që ta bëj atë demagogjin me ushtrinë e ignorantëve në parlament. Tani, e rrit borxhin e jashtëm. Po nuk t'i japin kredi bankat, se ç'është borxhi? Marrë kredi me interesa të buta, të egra, drejtë e shejtan. Atëherë çfarë bën? Ti ndërton një mask të borxhit jashtëm. VPPP në formë të koncesioneve, në formë të biznesi. Dhe ky biznesi merr kredi jashtë. Dhe kjo është po kredi, shteti shqiptar po shtojc. Nuk llogaritet. Pra ne rrisim borxhin në mënyrë artificialisht duke i anashkaluar ligjeve. Domethënë PPP-t janë borxh. Po natyrisht. Po jo vetëm janë borxh. Jo vetëm janë borxh. Po të kujt janë? Pra, është një skemë dështuar, që se po të vim nga ana teknikaliteteve, do shumë kohë, të shpjeguar, por koncesionet. Ai të thotë koncesion me këtë rrugë. Koncesionet do ishin një nga mënyrat e zhvillimit të Shqipërisë. Ato rrugë fakt janë një pjesë janë ndërtuar me para publike, Qartë pra ta them. Koncesionet janë financim alternativ. Për shembull, buxheti i shtetit ka bërë një rrugë Fierberat. I bje me ca kthesa, që në kohën e Italisë. Një investitor thot, unë do bëj një rrugë direkt këtu, në Marinës, ta kaloj, do kursej 20 minuta. Rrugën unë do ta mirëmbaj shumë mirë dhe bën me pagesat.
E kupton? Dhe do të thotë që shteti është operatori njëjtë me privatin kur është në ekonominë e tregut. Është regulator, po përballë ligjit, përballë konkurrencës është i barabartë, ndryshe prish ekuilibrat. Atëherë, shteti mirë mban atë, ka rrugë alternative, ai tjetri fillon e bën me koncesion. Çfarë të bën ky që ka pat protesta në Kukse kudo që më ndërto mua rrugën alternative, pastaj më bëj me lek. Unë kam pat rrugën. Ti vjen këtë rrugë që kam bërë unë e bën me lek. Pra ky ka bërë tëra, nuk janë çmenduri, po janë fllësira. Nuk është çmenduri, sepse nuk është se kupton. Atëherë çfarë? Edhe koncesionet e spekuluar me to, por nuk është se janë zbatuar tamam. Se ne do ikshim të rrugët nga privati. Po. Ne mbanim ato rrugë, nuk i binim qaf buxhetit shtetit, privati bënte një rrugë alternative, kush e ja mbante xhepi, paguante ato 5 euro, 10 euro, ikte merat. I binte më shkurt. Jo merr ti investimin tim, jetë sa asfalt sipër dhe më fut trarin e pagesës. Pra, ky ka bërë gjitha. Nëse ekonomistët e botës do bënin eksperimente në një vend, ky ja ka kaluar. Mirë është të këtë botuar në libra, po jo kumbari. S'ka rëndësi, do jo botojmë në mbase. Shkurtimisht tash, çfarë është për ty oligarkia? Shiko, se në ekonomi ka një koncept që tjetër. Se zakonisht kur i thua oligarkëve, spekulator, edhe të paditur, po dhe të ditur, po më shumë janë paditur. Edhe duhet në bëjnë si të diturin, e që keni me oligarkët të të? Dori komunizmin. S'kemi gjë me ta ne, po pyesim ta dim çfarë, nuk e dim. Ç'a keni ju me këta, me pasurinë? Oligarkia në kuptimin, sepse ndryshon vetë kuptimi i fjalës, oligarkia do të thotë një pakic me pushtet ekonomik dhe politik që drejton zhvillimin e një vendi, imponon zhvillimin e një vendi. Do zhvillimin nuk do të thotë që zhvillon. Për shembull, edhe hierarkia komuniste, që nuk kishte ekonomi, komunistët nuk kishin pasuri. Ata ishte oligarki, se impononte politik dhe qeverisje. Po, kooperativat. Kuptoje, domethënë, jo ishte komiteti qendror. Partia ishte oligarki, sepse as donte të dinte fare se çfarë bën ekzekutivi, ta jepte urt partia mbi të gjitha. Pra oligarki. Jo, të lutem se ka mallën e publikut. Pra nuk ishin të pasur. Pra nuk ka vetëm konceptin e pasurisë. Kurse tani oligarkia është 10-15 familje të pasura, është ajo pyetja e parë që the lidhja e krimit, sepse ne nuk e ndajmë dot krimin nga ekonominë. Nuk jemi ndonjë biznesën që s'ka nga krimi. Edhe ai që mburret ndonjëherë, po doj ta thoj emrin se ja them unë, nga ka ardhur. Po ta them unë. O ka ardhur nga trafiku, o ka ardhur nga fqinjët të financuar që në vitet 90. Me emra mbi emra po dush. Që të merrin pushtetin ekonomik, ata të merren dhe pushtetin mediatik dhe të imponojnë pushtetin politik. Prandaj livadis. Ka shumë hallë Shqipëria. Po do diskutohen. Tani kjo lloj quhet oligarki. Është ajo marrëdhënia e shtetit me krimin, me biznesin. 15 familje që marrin tëra koncesione, gjithë ekonominë shqiptare, i imponojnë politika. Dhe sa do të jetë majnë, sa do të ketë një program, kjo lloj që kushdo qeverisje që të dalin, është e detyruar të bëj. Prek interesin ata 15 për 24 sekonda e rrëzojnë Ramën. Për 24 sekonda e rrëzojnë Ramën ata. Rama që i bëri kaq të fuqishëm ata, e ta di që ngordhje po i vjen nga ata, nga sekondën në sekondë. I di unë se si lëvizin Tiranë ata për partneritet e tjerë. Propaganda është element i politikës, nuk është ndonjë gjë e keqe. Pse hati propagandën time çfarë kam unë? Po meritokracia. Varet nga e pret meritokracia. Varet nga e pret. Ti mund të jesh doktor, profesor dhe mund të punosh kamarier. Ti, shiko, varet nga ofertë kërkesa e profesioneve në skenë. Ti vjen nga muzika, për shumë. Rruga me vështirë për të çfarë në tregësh muzika. O do të jesh violina e parë në orkestrën më të paguar të botës, ose do i bjesh aty te trotuari, po të odhin ndonjëherë në 1000 lekë, se kanë Milano Pro ashtu. Pra, varet ku je. Prandaj prindrit orientojnë fëmijët në profesione që ndoshta si kanë pasion dhe vojnë të jetën, si thamë për mua, por që janë në treg.
janë në treg, edhe gazetarët. Këtë konflikt kanë. Në qoftë se do jetë i vërtet, s'ka kush e paguan. Në qoftë se do paguhet, nuk do thojë të vërtetën. Do fshehë. Ama ta fshehë, s'ka qa fshehë, marrin vesh, po e deformon. E deformon sepse është opinion berës. Deformon këto opinion që ne mezi presim të emancipohet. Të dalin ata në 3-4 ekranet, jo, ai të helmon. Dhe propaganda tani, ta lidhim me rrjetet sociale që lidhim ne. Kjo është dhe ndihmë dhe pengesë. Na i ka bërë më të lehtë ne për të marrë informacionin, ose i kishte monopol 3-4 televizion në Rama, kene rrjetet sociale. Jo, edhe ato nuk i nënvlerëson. Të paktën Rama ka 150 portale që sulmojnë Ramën dhe mbrojnë Ramën. Edhe çorrodisin po. S'para. Bëhet i portale, baje. Po populizmi? Kjo ka dy rryma partit populiste. Pikërisht të premtosh gjëra që ti nuk i bën kurrë, çfarë tha Rama? I tha policit. Rama ka futur një teori të këndshme që vlen të studiohet. E ka shpikur vetë apo krijuar? Jo, e kam përdorur dhe tjerë. Unë e njoh Ramën dhe nga afër. E kam njohur pa e marr pushtetin. Shiko, është interesante kjo që them. E kam thënë dhe herë tjetër. Shiko çfarë bëi Rama kur jam pushtet. 300.000 vende pune i bëjante. Polici nuk do jetë me rrogën pa 1 milion. Rama kështë lajthitur që i thoshte këto, ja as pak. Po dakord bëre premtime të mëdha. Po ky popull mund të kthehet uragan. E ti do të thosh me njerëz si thonë shqiptarët, ma ku ka popull, jo më dhe ka. Por çfarë bën? Ka një metodë psikologjike Rama. Këtë e ka bërë në mënyrën më elegante të mundshme. Uroj pas 200 vjetësh ta kuptojnë neta me Zeqinen këtu, po se kuptojnë ku Ramën. Shiko, ma dëgjoj me mendje ti dhe publiku. Unë jam Edi Rama. Mbaroj fushatën të kam premtuar gjithçka. E mora pushtetin. Si do t'ja bëj unë që ti mos më kërkosh llogari për atë që të kam premtuar? Se është kontratë vota. Unë të kam premtuar, ti më ke dhënë votë, ma heq atë votë. Ja? Ka një metodë psikologjike që natyrisht ja kam thënë, po dhe djali lexuar është. Ai filloi goditi. Me le, pa le, shtëpia. Shpërqendrim. Polici që i tha 1 milion lek, tha veting polici. Veting këtu, veting atje. Çfarë është kjo? Kërcënim. Jo, më dëgjoj. Që populli, ma dëgjoj me shumë mendje, që populli mos të kërkoj atë që i ke premtuar, ti rrezikoj atë që ka. Dhe populli do luftoj të mbroj atë që ka, se si vetëm mendja me të kërkoj. Këtë Rama ka bërë me mjeshtri. Nuk e di nëse... E kuptova. Por që po ta çosh në retrospektiv, kujtesën kështu ka vepruar. Retorikë ekonomike kemi? Në që kuptim retorikë? Se ekonomia është shkencë që është me shifra. Nuk ka retorikë. Pse? Por natyrisht ka. Natyrisht gënjen. Kjo është gënjeshtra me trash e mundshme. Por natyrisht më zotëri, përderisa del, Ledi Feziu, Lorenz Vangjeli, flasin për ekonominë dhe ja fusin kotë. Si se jojnë. Që në terminologji të zë koha. Natyrisht, ai të thotë që unë kanë ardhur 10 milion turist. Tani ti thua dyshon për ato. Ora thotë, ku i ka ky? Jo, janë thotë. Jo, kushtot më shumë. 7 panele televizive. Ndrojnë kollaret dhe thonë 11, 12. Që do bëj populli tjetër? Insati është si ti. Po jo, thonë, nuk është as 10, as 11, po është 9 ca, 8 ca. Kjo çorodit, thoi 7 po deshe. Ku i keti? I ka i dokument. Pra, në qofse kishë këtu të kjo retorika ekonomike, so dhe gjithë ditën. Janë frikatsak shqiptarë? Ja. Nuk janë? Absolutisht. Jo, është vlen të shpjegohet kjo. Shqiptarët kanë një problem shumë thelbësor të trashëguar në paktën 600 vjet që kam lexuar unë. Njeriu rebelohet për gjëra të shenjta. Që një popull të rebelohet dhe mos spekuloj politika, ati të studioj çfarë ka të shenjta. Po të bëj një krahasim banal, të mirë kuptoj edhe publiku. Nëse vete në Vlorë, thonë, nënë e motor nuk është kështu. Po. Shkon tropoj, thonë këta. Jo. Qanë janë? Vrasin.
Pra, çfarë duhet të themi këtë? Pa avaj dhe modrë. Qartë, mos na rëmbej shumë kjo se do na thonë që na thejnë banalitet. Por e prura si element për të kuptuar. Pra, ai Tropojani, deri në nënës motrës, se më na ofendojnë vënjarat, ma bu. Jo. Dëgjon, deri në nënën motrë merr armën të vret. Pra është tri. Vënjati, e thonë tërë ata. Pse nuk e ka të shenjtë, duhet dalë të ka ajo që ka të shenjtë. Vënjati ka tjetër gjë të shenjtë. Ta shikosh me inat, ti bësh makinën pjesë pa dashje, apo ti prish trafikun. Pra, një popull, nuk ka popull frikacak, por si është edukuar dhe çfarë ka të shenjtë. Ku do dalim tani? Shqiptari ka vujtur për bukë. Në qoftë se je bukë, ai mendon e ngatron me lirinë. Sepse dhe 50 vjetë ne kemi thënë do prodhojmë bukën në vend. I vetmi popull në gjuhën e vetë, që sot do ha mëngjes drejt darkë, po sot do ha bukë. Pra, në qoftë se ne në popull, në tërë historinë tonë, do edukonim ca parime, ku thelbi jetës është liria, jo Rama, jo Berisha, po Donald Trumpi të bënë, nuk spekulonte me këtë popull, sa shtrim, po ky nuk e di çfarë është të shenjtë. Ky nuk e kupton dot që nuk ka më të shenjtë se liria. Dhe këtë ne nuk ja kemi thënë. Ose ja kemi thënë, por nuk e kemi ngulitur. Një popull që nuk ka në thelbi moral të veten lirin, nuk ndërton dot demokraci. Ka forcë mendimi? Në ç'kuptim? Është i fortë, është i fortë. Mendimi? Mendimi. Po, varet për ku? Mendimi që ka njeriu, e ka në mendje, nuk e ka thënë akoma. Po, forca e mendimit është varet që mendimi ke, varet nga nivelli intelektual i individit. Unë mendoj se depërtoj paka shumë tek njerëzit, varet e tjetër. Po njerëzit që kanë mendim, po themi përparimtar, progresiv, shikojnë larg. Shiko, nuk është puna të gjykojmë njerëzit se ky grupim është ja të lutem. Kemi shumë. Kemi. Të paktën një 10 kanë ardhur të studiojmë në Tiranë. Si kemi dhënë gjithë. Unë ti e shikon që shkruaj atje që kur keni kohë të lirë dëgjoni në një kokë të mençur. Po s'ka çaj bën. Ti e peça krahasimi bëri Elvis Hoxha, ta. Shikoj çfarë paradoksi shqiptar taj. E çojmë fëmijën me zor për ekonomist ai. Ai bëhet rrogtar. Dhe i themi talenta. Vjen një verb i bie pianos, me aftësi të kufizuar. Ky është pa kufizuar edhe ai. Ai me sy s'di të bie pianos. Po ai pasi i ra, ai është jashtë kufizimeve të veta. Pra, edhe në përcaktimet tona të vlerësimit, ne i kemi pak a shumë të gabuara. Por që ka, por është për një politikë, pushtetet e ignoranca. Ndërson ignorancë. Pushteti është përcaktimi, është diktatore shumicës. Sa më ignorante të jetë shumica, më kollaj e manipuloj. Atëre, ti më thua, a ka intelektual? Ka intelektual Shqipëria? Unë të them ka, se jam për ditën për... Mendimtarë si intelektuali, mendimtarë janë më pak. Mendimtari është shumë lartë se intelektuali, por vërja emrin si të duash. Përse më pyet ka apo s'ka? Se nuk i shikon. Pse nuk i shikon? Se nuk i marketon njeri. Njerëzit e mençur ikim vetëm në Tiranë. Kur ulemi në kafe, këto 6 muaj unë këtë lloj eksplorimi kam bërë. Po Shqipëria ka shumë kanë mbaruar shtetit dhe kanë tentuar, ikin e vinë, në internet mund të lidhej me kapërcime të jashtëzakonshme kanë bërë. Populli shqiptar është ai dha një shpjegim tjetër që ne mburremi se integrohemi kollaj. Ne integrojemi kollaj se s'kemi bosht moral këtu ku kemi dalë dhe përshtatemi me njerë. Përshtatemi me njerë dhe shkëlqejmë. Por Shqipëria, në bazë të popullsisë, ka botë intelektuale, po ka amplifikator, aq të fuqishëm politik ndaj ignorantëve sa ata nuk kanë vend dot janë të lodhur, janë të mërzitur. Ora e kupton ti që çove Zeqinen në Parlamentin Evropian fliste për inteligjencën artificiale? Po a ka moral në një inxhinier IT të vijë dhe të bisedoj me ta për inteligjencën? Ora kupton ti çfarë pyetje është? Mund të jetë këshilluara, Edhe e mëson me njerë kur këshillosh. E mori për dora, nuk po ka më burë se më tha dhe qupa e një, po i kërkoj ndjes asaj se është vërsul gjithë Shqipëria, por unë nuk di
të paktën 70% që njoh që janë më të mençur se, janë më të pasur se, por nuk janë më të mençur se. Po të duash intervistë tjetër me emra, mbi emër, ose më ndiq mua kur t'jem në emisionin tim. Ke bashkësinë e idiotëve këtu që zëqenia të pak në bëmë zë të lartë. Një i burgosur, është i lirë? Në që kuptimi i burgosur dhe i lirë. Ka liri i burgosur? Po flet. Vlerësone, shfrytëzon atë liri që ka, ai sa ka, nëse ka. Po varet, nëse flet për liri intelektuale, i lirë është një burgosur se mund lexoj. Në burgu do të thotë ndalim i lirisë. Pra nuk e i lirë. Pastaj është tjetër pastaj që burgu është riedukim, izolim apo masakrim. Pra, burgu rehabiliton për të integruar në shoqëri apo thellon instinktet kriminale për ta helmuar shoqërinë. Deri tani burgu e bën mirë këtë. Helmon shoqërinë. Unë di që ka të burgosur të përjetshëm, dalin bëjnë vrasje dhe kanë alibin që janë atje. Dhe këte i bëjnë ca palacet të drejtorëve të burgut. Gjithçka këtu është e inkriminuar. Këtu është gjithçka, duhet një nga shkollat më perfekte se si inkriminohet shteti. Nuk besoj se kudo ka. Nuk ka. Politika është arti i gënjërit, korrupsioni është bashkëkollëtar në demokraci, e të gjitha, po ja këtu ja kemi kaluar në gjithë. Besoj se do hapet në një tip shkolle për politikanë. Është truri i njeriu burgu më i madh i tij? Studiova? Truri i njeriu, është burgu i tij më i madh? Është njeriu i burgosur aty në mendje? Shiko, liria fitohet në vetdi. Vetdia nuk është vetëm truri. Mendimi lind ndjenjën. Por përbërja psikologjia e njeriu është ekuilibri emocional, ti mund të jesh shumë i ditur, por nuk menaxhon të emocionet dhe bën gabime kundër logjikës vet. Ti bie në dashuri dhe thot mendja se pyet, zemra se pyet mendjen. Po, shiko, dashuria s'janë vetëm seksuale. Për shembull, ti mund të kesh simpati për një lider. Të gjithë i themi neve që ore dale se jeni të përsekutuar, po ju merr zvarr Berisha. Jo, valla, ka rënë dashuri. Pra, pamarësia, liria është vetdije. Vetdije. Një popull që nuk ka arritur vetdijen e tij qytetare, ai nuk e meriton lirinë. Dhe nuk e merr dot kurrë. Kemi teori të fshehtë, po themi ne, që kemi folur pak për planin B të izraelitëve. Unë e kam zgjidhur si të them. Është duke ndodhur. Ç'është? Shiko, ajo që ngjan sot në botën moderne dhe te mundësitë e komunikimit, fal internetit, kanë shpërthyer drejtorë të CIA-s, drejtorë të inteligjencave tuaj, dalin në pension dhe shkruajnë libra dhe komunikojnë. Pra, po të vësh re tendenca e sotme, ato gjëra që quhen teori konspiracioni janë të vërtetat. Teoritë e konspiracionit janë të vërtetat përtej fasadës. Dhe me sa kam lexuar dhe po lexoj, e vërteta ndodhet atje. E vërteta ndodhet atje, është vërtet që politika në tërë botën janë gurshau, lojtarët janë gjithmonë të padukshëm. Dhe çfarë themi me këtë, se nganjëherë me Altin Goxha e bëjmë këtë debat që ne kalojmë në pesimizëm popullit, duke thënë që fati jonë është i vulosur. Jo, kam një teori tjetër, dhe me Gashin e biseduam, ndoshta jo për të qenë më optimist, por kështu duhet jetë. Shiko, përdesë sa bota ishte në dy fuqi të mëdha, mendoj të bëhet 3. Gjithë kjo sherrë e luftës tretë botërore është që do i bëjmë 3 apo do rrim në 2. Apo do i bëjmë 4. Atëherë këtë do eliminojmë. Për shembull, Heqin Bashkimin Evropian po vëm Kinën. Se ka qenë partnere. Bie fjala, mollësisht mund të jap shpjegime shumë besueshme, por nuk jemi sot tu për këtë. Pastaj do i them sa gjëra në emision tim. Po mirë. Bëra shaka. Por unë jam si të flas atje dhe këtu. Nuk do t'i bëjmë presion politikës në mënyrë të verbër. Politikanët tanë janë detyruar ta lëvizin belin. Unë e sfikoj Rama. Le të jetë balerin. Po kështu edhe ngjyrimet e tjera politike.
Por përderisa thuhet që politika nuk ka moral, unë për vetë kam nxjerrë një gjë që të ketë moral brenda moralitetit politik. Pra, ti ke të gjitha që i jep. Por në finale nga kjo dhënja, kemi sakrifikuar kaq, po kemi fituar kaq si komb. Për minimumin etik, çfarë do thosh? Realisht po të konsumonim temën e rolit të opozitës, do dilim dhe këtu. Asnjë pikë tjetër mos i kërkosh qeverisjes, minimum etik. Kjo është interes popullit. Pse populli dashurohet me partinë dhe jo me nivelin ekonomik të vetin? Shiko, ka një ligj universal. Se themi ne, vendet perëndimore kanë çmendur ata që japin asistencë sociale, se ka një ligj universal. Edhe dembeli ka të drejtë të jetojë. Pra, ti, nëse nuk i jep minimumin etik, ti pa gjyqje ke dënuar me vdekje. Pra ti je kriminal si qeveri. Pra, minimumi etik është çelësi i vënies përballë të një qeverie sharlatane. Dhe këtë nuk e bën as opozita. Gjë që vërteton, sepse edhe opozita është pjesë e pushtetit në demokraci. Dhe në pjesën e pushtetit në Shqipëri është ndarja e pjesës së tortës korruptive. Dhe sot i ke të krimbur në mënyrën më të hapur të mundshme në 35 vjet. Sot mbreti është Lakuriq. Berisha është pa rroba, Rama është pa rroba. Flirti i tyre ndërmjet njëri tjetrit të ndarjes së tortës së korrupsionit është në mënyrën më të dukshme të mundshme. Nëse një qeveri është arrogante, tregon dobësinë e opozitës. Opozita nuk mund të ankohet dot se qeveria është arrogante, sepse tregon dobësinë e vet. Po ja nuk e ka për turp këtë gjë. Bën sikur bën opozitë, sepse torta ndahet. Jam në pushtet, po e ndaj unë. 70% të korrupsionit galopant, 30% pa firmosur, mirë edhe ti në opozitë. Sepse minimumi etik, opozita që të vinë në pushtet, duhet të nxjerrë oferta të reja për votuesit. Dhe ky është thelbi i ofertës. Minimumi etik me rritjen e çmimeve, shkallës inflacionit, sepse thot rrisim rrogat Rama, faktikisht nuk bën as kompensimin që ka detyrim ligjor të rritjes inflacionit. Nëse Berisha ka seriozisht të vinte në pushtet, i kërkonte qeverisë minimumin etik 450 euro. E nuk del të jetosh. Kaq duhet jetë? Unë po të them për shqiptarin. Për shqiptarin, 450 euro. 450 është në Ballkan, perëndimor. Ku unë vetë kam pensionin 107 muaj. Kush jam unë për të? Pse sa më i varfër, më i robëruar, më i bleshëm. Që të dy palët e kanë këtë qëllim. Pastaj roli i opozitës besoj ke pyetje tjetër. Po, ndërtimet pa leje, si i shikon? Shiko, masakra në Shqipëri ngjan nga ndërtimet, qofshin ato me le edhe pa le. Kur bëhen me le, është pjesë shumë e madhe. Kur bëhen pa le, është pengu i madh. Leje kujt? Ti ke administratën në funksion të qytetarëve që i shërben më të madhe në Europë. Atëre, si ka mundësi të ndërtosh një ndërtesë pa leje? A i kemi kërkuar ne? Unë kam përgatitur një blok intervistash në Perëndim me kryetar bashkisë në Perëndim sa është popullsia dhe sa është numri i administratës. Në qoftë se një qytet me 2-3 milion banor ka më shumë se sa administrata e një bashkie të vogël, po themi Roskovecit, unë nuk dal me në meti. Si kam për intervist. Është merë. Dhe ti më thua ma ka ndërtim pa leje, ku ne paguajmë 30 veta në çdo bashki të kontrollojë ndërtimet dhe me leje. Pra nuk ka pa leje. Ka ndërtime me leje burokratike, me vull, ka dhe ndërtime me leje të heshur. Kemi shoqëri civile ne? Ne do t'i bënim shumë mirë shoqërisë në qoftë se kjo lloj metode shoqërisë civile mos ishte. Ne kemi, sepse dhe një takim që u bë për ligjin elektoral, e tha shoqëria civile. Dakord, ne jemi civilët, po ushtarakët kush janë?
Këta civilët kë kanë komandant. Pra, shoqëritë civile, këtu jënë personazhi më i lakuar i kohës George Soros, unë them demokracia ndërtohet në qoftë se shoqatat humanitare nuk funksionojnë dhe OIF-et, sepse ato imponojnë politikë. Shoqëritë civile mbijetojnë me anë të programeve, me anë të projekteve, miliona euro. Ai që t'i jep lekët, t'i imponon mendimin, pra si e civil, se ke komandant, i ushtari atit që t'ka dhënë lekët. Pra, logua e shoqërisë civile është vrastare. Ne jo vemi këtë që s'kemi shoqëri civile, por ne kemi lëvizje kriminale, në emër të civilizimit. Si e shikon paqen fiskale? Pikërisht në qoftë se folëm marrëdhënien e shtetit me mafian, pra me oligarkët, kjo është kulmi i saj. Pra, herë politika lufton mafian dhe herë mafia lufton politikën. Dhe në qoftë se do ta shohësh se si është në ekuilibër apo nga anon fitoria e luftës, paqja fiskale është që ka fituar krimi mbi taksat tona. Sepse të paguaj një kiosk dhe mos të paguaj me miliarda euro, vetëm shpikja shqiptare me Madejin Rama mund ta bëj. Si mendon ti, është privatizuar protesta në Shqipëri? E bën Petrefi se do, e bën një tjetër Ja, po ta them se unë. duhet bërë, po. Shiko çfarë ka. Ne nuk na shqetëson si qytetar se është e dobët apo e fortë PD. Por çfarë ka të elementit se ma thonë shpesh se këta që djemë të rinj që duhet ndërtojmë parti të reja. Po mirë, po formojmë ca parti ne dhe dalim ne në opozitë. Po. Opozita ka qenë kur, përveç në të dyshin, opozita e sotme nuk ka qenë kur mazhorancë në Shqipëri. Janë bërë makinacionet për të ardhur në pushtet. Jo nëpërmjet votës. Fatosano e la pushtetin. Domethënë nuk e protestat mori që bën Berisha. opozita sot, s'është Jo, ta them unë me them. po. E la nuk e mori. E la Berishës ja merrte në 2013. Mund ta mbante me makinacion. Po do bënte ka rol tjetër veç. Është ai flirti. Po. Kur kanë të njëjtin kryetar mbrapa dhe bëjnë sikur luftojnë njëri tjetrin. Tani çfarë bën Berisha? Përse Berisha nuk smadhon PD, nuk e hap PD? Konkuron me veten. Po nuk e hap, lere se kush është lider. Pse nuk e hap? Pse nuk e bën të fuqishme PD? Berisha. Berisha nuk e bën të fuqishme PD, sepse që ta bëj të fuqishme duhet të sakrifikojë vetveten. Largohet. Ta hape do vinë intelektual. Pra nuk ka pushtet. Pra më mirë një parti e vogël po e gjitha himja, se sa një parti e madhe dhe nuk jam unë. Pra, nuk e ka të ndërgjegjësim qytetar, përveç akuzave të tjera që janë të tmerrshme dhe janë me dokumenta që do dalin shumë më kollaj. Do dalin shumë. Shumë sa do drithërohet populli dhe do kuptoj sa idiot është. Tani, Berisha ka patur 45% bazëm të elektorat. Po firon. Do vej 20%. Ta bëjnë llogari dhe audienca. Pra, mazhoranca që nga pas viteve 92, 98 në kjellë, edhe deri tani pëse është gjithmonë mazhorancë në elektorat. Në qoftë se Berisha merr 20% nga opozita, 300 opozitar të tjerë të mblidhen, prap nuk e rrajnë. Pra, thot Berisha, ju vini në pushtet vetëm nëpërmjet neje. Pra, ai ka zënë digën. Dhe çfarë bën Berisha dhe si shpërblen qeveria? Menaxhon pa kënaqësinë popullore, dhe ka nxjerrë teorinë e kilometrit fundit, tani po e ndan në centimetra. Ai kilometri do vjen 10 vjet. E po e ndan në centimetra. Ky është roli. Çfarë bën Berisha? Pa kënaqësinë popullore e menaxhon Berisha. E nxjerr në protestë, bën për lajmet e huaja që po protestojnë për korrupsionin, i jep ca emra Arturin dhe Petrefin që kanë energji të brendshme, ata përfundojnë në burg, të urtët vjen atje. Kjo është loja, sepse duan të mbajnë statu quo. Loja nuk ka të merr më të madh për demokracinë kur flirton pozita me opozitën. Dhe Shqipëria është në këtë drejtë. Jemi në fund bisedës për sot, do ta kemi prapë, por kam një pyetje të fundit fare. Shqiptari e ka me veten inatin, sherrin, apo e kanë me njëri tjetrin?
si me veten. Me veten me një Luftën, me kë ka luftën? E kam vetë unë me veten time apo e kam unë me ty? Apo unë me një tjetër? Ne jemi Ballkanas dhe me një koeficient pak më të lartë se temperament të qenit shqiptar. Recep Qose që u bë para ca kohë se ramet pas, I madh. në mënyrën e vet, ka plot të mëdhenj, nuk ishte vetëm Recepi, ka thënë një thënie që unë e përdor shpesh të madhe. Një shqiptar fiton ndaj një serbi. 10 shqiptar nuk fitojnë ndaj 10 serbëve se zihen me njëri tjetrin. E kupton? Si kishte dëgjuar këtë? Pra, ja, e ka thënë ka qeneria vera. Ja tani që ka ikur. E bukur. E ka thënë që në vitet që fillon protestat e vitit 90 në Kosovë. Dhe kështu ka ngjarë. Kështu ngjan. Ne jemi konfliktual. Ne jemi egoist. Kjo lidhet dhe me një, pavarësisht e pyetjes fundit, edhe me një deklaratë të mbretit Zog. Në hollin e një hoteli në Britani, në Londër, ishin mbledhur madhëritën e mbretërive. Ku ishte edhe ky joni? Të gjithë quheshin madhëri. Zogu i vjen shërbitori dhe i thot, nalt madhëri, ka mundësi për t'i thënë diçka në vesh. Fuqitë mëdha, mbretin madhëri. Një mikroshtet, një mikro mbretëri të vetemruar, quhet nalt madhëri, mbi madhëri. Ndojtën edhe e pyetën. Mbas është sa jes, po prapë është e bukur. I thonë, po ne jemi mbretëri dominante në botë dhe na thon madhëri. Ti çfarë kem shumë se ne që të thon nalt madhëri. Nuk e njihni shqiptarët. Ata vërtet janë bregrisur, po tëri duket vetja si mbret. Unë nga do dalloj tha që jam unë. Pra na i kam një nalt para. Pra, çfarë do të them këtë? Ne kemi një ego të brendshme të pajustifikuar. Nëse do ta masësh këtë, se si bashkëveprojmë ne, uluni në tavolinë kafe. Të gjithë flasin njerëz, të gjithë zihen me njëri tjetrin, asgjëri nuk del i sqaruar. Edhe ne që flasim. Ne flasim, themi diçka, të gjithë bëjnë të mençur, asnjëri si jep argumentin, po të sham se dole ti. Nëse vëre një 2 ditë, unë kam mendoj një metodë që të hyj me dikë që paguhet nga partitë, ti them, i thash, po gjejmë një dakord. Njëri me 6 gjuhë të huaja i thoshte se s'është nivelin e kapterit. Njëri që ka qenë diplomat nga të 4 anët, ai thot, njëri që kishte shpur Shqipërinë nga 97-ën duke folur në telefon me Demirel, ai thoshte se s'është nivelin e kapterit. Po i thash, me ka gjuhë të huaja, dhe një tjetër. Mos më kërko kapter, po më gjej një në parlament që e konkuronte. Ose më thuaj çfarë tha gabim. Nuk e pun të merresh me atë që e thot, merr me atë që thot. Se kush është historia e Spiropalit, kur të kërkoj votën, jepi apo mos jepi Spiropalit. Po ajo çka thot ajo, është e vërtet. Pse e kapi të vërtetën Spiropali? Po më, akrobaci politike është. Kush e bëri Murgesh? Kur të kërkoj votën, bëja gjyqin Spiropali. Nërsa tani opinionin publik intereson çfarë thot dhe bën Spiropali. Një zë brenda majorancës është një dritë tjeshile në fund tunelit. Pse mos sa duart okasin? Ka ngrënë, ka bërë, kur të kërkoj votën, do t'ja bëjmë gjyqit. Kur dha një mendim të mençur, pse ti themesh budallaq? Mendim i mençur. Pra, të merremi me atë që thot. Jo me atë që është. Sepse ne edhe kur s'ke biografi, të krijojmë biografi. Kështu që një person publik, ja kam thënë vetes, ja kam thënë vajzës ku ka tentuar, nëse nuk merr përsipër koston e turmave, atëherë mos ta bëj këtë. Kjo është edhe pjetja për gjumja e intelektualëve. Intelektuali ka formuar një familje të moralshme, fëmijë të shkolluar, një grua intelektuale. Në kohën që ai del publik dhe cënon interesat e politikës, i vërsulen të tërë të paguarit për të hedhur baltë mbi të. Duke menduar se ai është burr i sjellshëm, ka një familje të sjellshme, ka një rreth shoqëror të kulturuar, e thonë, po ti ç'tu desh? Atëherë intelektualëve ja bëj thirrje të gjithë njerëzve që mendojnë se mund t'i japin publikut diçka. Pranoni këtë kosto për hir të Shqipërisë. Ata hedhin baltë, ne nuk na bëjmë pis.
ne do I ndrim mendjen atyre që ata vetë na pastrojnë nesër fytyrat tona dhe t'i vi tur për çfarë kanë bërë. Ta mbyllim tu? E mbyllim. Falenderoj. Petre, ishte bisedë goxha e gjatë, do kemi takime të tjera. Turoj sukseset te fasadës edhe në të gjitha. Ishte problem teknik, më shumë teknik. Po I themi. Okay. Nuk është kollaj të futesh në tregun e medias. Është një shërbim që I bën publikut, sado modest të jetë, dhe ç'është më e keqja, publiku asnjë s'do ta kuptojë se sa sakrifikon ti për të folur me ta. Falenderoj. Mos e kërko kur të se merr. Falenderoj. Faleminderit.